jam sot këtu në emrin tim personal si banor i qytetit të Kukësit, në emër të veteranëve dhe pasardhëve, në emër të organizatës së familjeve dëshmorëve dhe shoqatës ushtarake, për të solidarizuar me popullin e Hasit që bashkia Has të mos përfshihet nga reforma. Për më tutje, vargjet e mia vazhdojnë. Gjithkush fjalën le ta masi pa e nxjerr akoma goja, debat të fort hapi Hasi këtë bashki të shkëni reforma. Hasi është një krahin që kukësjanët e duan fort, por si vlla dhe kojshin ndaj dhe sot do i dalim zot. Hasi, Kukësi, prej shumë vitesh, bashkë në luft edhe në punë, Kruma edhe Kukësi fort u rritën dhe dy palet fort u gëzun. Po për fat në demokraci, si shumë të tjerë edhe Hasi, do të jetë edhe bashki kësaj krahine i buzëqesh fati. Shumë kujtime nga internati dhe të njohur Hasin e bani, brezit e kohës qytja hapi, si që veproj Pjetër Bogdani. Hasi mbajti burra kombi, Baram Curin Hasan Prishina, për kraje pati edhe nëli Hasit kur që këthyja shpina. Hasi trim edhe bujar në çdo etapë të jetës, në pabesi kur se shpar, so fërstruar e fjalën e besës. Dhe në luftën e Kosovës, Hasi u bën dërven, me vëllezër dora dorës edhe sot me u përmen. Dhe të gjithë këto që fola, dhe jo të gjitha i kam përmen, Hasi të mos preket nga reforma të ngel bashki si s'ka qenë.